Në Amerikë, 2-3 versionet e fundit të iPhone-it nuk kanë fare kartë SIM brenda. Të futësh kartën brenda dhe të kesh numër telefoni, nuk kanë fare. Do vina avash këto gjëra dhe në Europë, s'kan ardhur akoma, por sidoqoftë telefonat e rinj që kanë dalur 5 vitet e fundit, për shembull Samsung S2 që ka mund të vjetrin, nuk e ka këtë, po këta të rinjt e kanë një microchip brenda që quhet eSIM dhe ti mund të kesh numër telefoni pa e patur fare kartën SIM brenda. Çfarë bën? Zbret. Unë për shembull kam zbritur Super SIM-in, edhe ai është ka data provider, kështu quhet, më duket, dhe mund të kesh internet me atë. Nuk ka numër telefoni brenda, por ka internet. Dhe mund ta përdorësh në deri 75 shtete të ndryshme. Pra tek marrësh një numër shqiptar në Shqipëri, ikën në Greqi merr një numër grek, iku karta, u thye karta, u fut tu, doli te Nokia, doli tek ajo, ikën në një tjetër me një tjetër, nuk ka nevojë. Ajo karta që nuk ekziston e zbret me aplikacion tjetër, ti thot atje çfarë duhet të bësh, po të duash ndonjëherë të blesh internet, blen internet, siç blen hedh ofertën në Shqipëri, për shembull, pastaj vetëm në Gjermani duhet hedhësh ofertën, pastaj vetë 3 ditë në Spanjë, çfarë do bësh në Spanjë? Po kur vesh në Norvegji, po në Turqi pastaj. Të gjitha këto i ka zgjidhur Super SIM. Me Super SIM mund ta zbresësh si aplikacion, futu tani direkt, zbritet Super SIM dhe ta kesh telefon se ku i dihet kur do të duhet. Momentin që udhton direkt, bam, e hap me internet, fut diçka dhe ke internet në 75 shtetet më të rëndësishme të botës, atje ku do vesh ti sidoqoftë. Hedhë një sy te Super SIM.